Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit Publik të Korçës. Do t'jemi së bashku edhe sonte në këtë mbrëmje të sejntes në Pak nga të gjitha. Sot studioja jonë është mbushur me të rinj të gjimnazit Themistokli Gërmenji, të cilët janë bërë bashk për të sjellë një studim e për ta ndarë me publikun e gjerë mbi një fenomen i cili ndër vite për fat të keq ka shkaktuar viktima e po vazhdon të bëjë të njëjtën gjë edhe në ditët e sotme, edhe në kohët moderne. Dhuna është një fenomen që ka prekur familjen shqiptare, ka prekur të rinjt, ka prekur mediat sociale. Kjo është një nga arsyet që këta të rinj janë bërë bashk për të ulumtuar në institucione të ndryshme, për të sjellë një studim të cilin do ta ndajnë me publikun, jo vetëm në shqip, po edhe në gjuhën angleze. E kanë filluar si një projekt, por në fakt e kanë shtirë atë edhe më gjerë. Kjo është arsyeja që unë mendova që ata të gjithë këtë studim të tyre të mirëfill duhet ta ndanin me publikun për dhënë edhe mesazhe të fuqishme, ashtu siç dinë të bëjnë vetëm të rinjt. Ndaj po i prezantoj, në pjesën e parë do të kemi 3 vajza të cilat janë ndalur në këtë fenomen në shtresa të ndryshme shoqërore. Do ta sjellin këtë studim të tyre të mirëfillt të paraqitur nëpërmjet mjeteve të ndryshme, pyetësorëve, grafikëve apo videove, dhe në pjesën e dytë do të kemi të tjerë të rinj sërish të gjimnazit Themistokli Gërmenji. Po prezantojmë një herë të ftuarët e para, është Erisola Tale. Erisola, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, përshëndetje. Erisola, ti ke menduar që në studimin tënd të përfshish fenomenin e dhunës në cilën? Dhunën kibernetike. Dhunën kibernetike, atë që ndodh aktualisht për fat keq në rrjetet sociale. Të është bashkuar në fakt në këtë mendim edhe Egita Koxha. Egita, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kemi vendosur të zgjidhim këtë temë sepse është një temë aktuale, gjithëpërfshirëse, dhe mendoj se na prek sadopak të gjithëve, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, por edhe në mënyrë jo të drejtë për drejtë. Në fakt, tema përgjithësuese e projektit ka qenë Stop Dhuna, është një projekt i cili përfshihet dhe shtrihet në gjithë lëndën e anglishtes, dhe për këtë jemi falenderuese profesore Evës. Që ua ka propozuar. Po. E ka propozuar si ide. E keni vendosur së bashku. Së bashku dhe kemi menduar ta zgjidhim. Do ta tregojmë edhe arsyen pse. Së bashku me ju është Dea Lame. Dea, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Dea, ti ke vendosur të shohësh një këndvështrim tjetër të dhunës në familje. Atë pjesa ime konsiston në këtë pjesën që dhuna në familje është nga problemet më të shpeshta që ne po hasim sot, edhe nëpër media dhe në rrjetet sociale ne shohim që vazhdimisht kemi raste të dhunës të familje, kundrejt fëmijëve, kundrejt grave, kundrejt më të moshuarve. Është e vërtet, pothuajse çdo pjesëtar i familjes nuk është imun, për fat keq ai mund të preket nga dhuna e cila vjen në trajta dhe në forma nga më të ndryshmet. Si lindi kjo ide për të bërë një studim të tillë? Pra, kush ua propozoi? Atëherë, secili prej nxënësve ka propozuar në fakt një temë, por mendoj se shumica e votave i përket pikërisht kësaj teme, sepse mendoj që ne jemi pikërisht të rinj që e gjejmë veten pjesë të kësaj dhune, dhe patjetër që donim të shprehnim dhe një farë apeli në formën tonë, në mënyrat tona, dhe jo vetëm nëpërmjet atyre mënyrave që ne shpesh kemi parë rëndom në për rrjete dhe në për Egita, lajmet e përditshme që për fat të keq nuk janë të pakta, shkaktojnë absolutisht një impakt negativ. Si e përjetoni ju në momentin e parë kur merrni vesh një lajm, qoftë një dhune kibernetike apo fizike apo psikologjike? Kur ajo vjen gati ndonjëherë edhe e përditshme në jetën tona? Mendoj se pjesa më e prekur në këtë aspekt është ana psikologjike e vetë njeriut, sidomos mosha jonë është një moshë pothuajse delikate, e cila nuk di si ta përjetojë në një farë mënyrë këtë dhunë, dhe përpiqet që ta përjetojë sa më mirë, ndoshta duke e ndarë me një mik, ndoshta duke e ndarë me një familjar, por patjetër që dëmet janë kryesisht në pjesën emocionale dhe në pjesën psikologjike të çdo njeriu. Erisola, pse zgjodhët ju dhunën kibernetike? Ashtu siç e kemi përmendur dhe te projekti jon, dhuna kibernetike nuk është thjesht një term dhunë, por ajo mund të jetë edhe një ngacmim nga rrjetet sociale. Është dhuna kibernetike. Në çfarë forma vjen një dhunë kibernetike? Dhuna kibernetike është shumë e përhapur në ditët e sotme, në ditën e përditshme, në jetën e përditshme, ku shumë të rinj janë ata të cilët preken nga kjo dhunë. Dhuna kibernetike mund të visi një ngacmim nga rrjetet sociale, ku janë rrjetet sociale apo media sociale ato të cilat inkojnë në përhapjen e saj. Përhapet nëpërmjet ngacmimeve, nëpërmjet përhapjes së të dhënave të personave të ndryshëm,
shumë, por edhe ndonjëherë kërcënime sa mund të çojë deri në vetë lëndimin e personave të cilët janë të prekur nga kjo dhunë. Dhe në fakt fenomene të tilla kanë ndodhur. Cilat janë të paktën nga studimi juaj, cilat kanë qenë grupmoshat më të prekura nga dhuna kibernetike? Adoleshenca. Edhe nga pyetësorët që ne kemi zhvilluar, kanë qenë të përhapura në grup mosha të ndryshme, të ndërtuara me pyetje në lidhje me ata, por adoleshenca është ajo moshë e cila preket më shumë nga kjo dhunë kibernetike. Sepse donjëherë këtë dhunën kibernetike e marrin ndonjëherë si shaka apo tallje që bëjnë midis njëri tjetrit, por është diçka më e rëndë dhe nuk mund të kalojë aq lehtë. Fillon me një shaka e pastaj mund të vazhdojë në forma nga më të ndryshme dhe më të rënda për gjithë secilin që e përjeton. Tani, në momentin që menduat të trajtoni dhunën kibernetike, si e menduat, si do ta analizoni, do ta trajtoni, ku do të trokisnit, se nuk është dhe kaq e thjeshtë të marrësh informacione të sakta, të mirëfillta? Ne jemi munduar në fakt që të mbledhim të dhëna në mënyrat tona, në rrethanat tona. Kemi propozuar ide nga më të ndryshme dhe menduam që ajo më efektivja ishte pikërisht shpërndarja e pyetësorëve. Në fakt, ne kemi realizuar kontakti drejt për drejt me target grupe të ndryshme. Pyetësorësh, qoftë të propozuar nga vetë mësuesja, qoftë të propozuar nga shërbimi psikosocial i shkollës, dhe patjetër që i kemi shpërndar qoftë në mënyrë fizike apo edhe qoftë në mënyrë online. Në fakt kemi shpërndar rreth 43 pyetësor në mënyrë. E kita 43 ka qenë numri që keni menduar. Po. Dhe janë shpërndar edhe në mënyrë fizike edhe online, pikërisht që edhe përhapja e këtyre pyetësorëve të mos mbeteshe thjesht brenda rrethit ton, por të dilte edhe më tej. Ju kur thoni keni shpërndar 43 pyetësorë, keni shpërndar në rrethin tuaj shoqëror, në mjediset e shkollës, apo keni vendosur edhe me miq, me shok, me të rinj, me njerëz që ndoshta nuk i njihnit fare, po që ishin pikërisht target grupi që ju kishit përcaktuar, si kufi moshe? Tani grup moshat kanë qenë që poshtë 18 vjeç, edhe në 55 plus vjeç, ka do të thotë se ne kemi përfshirë të gjitha grup moshat, nga grup moshat e reja, të mesme, qoftë edhe grup mosha e tretë. Në fakt, pyetësori nuk është përndar vetëm në njerëzit e afërt, kemi dashur që të kemi një gjithë përfshirje, prandaj jemi lutur çdo kujt që e ka marrë këtë pyetësor që të shpërndajë një monster të tij edhe në personat të tjerë. Dhe në këtë mënyrë kemi realizuar në një farë mënyrë edhe mbledhjen e të dhënave dhe grafikën në mënyrë që informacioni që ne marrim të mos jetë thjesht një informacion i marrë në mënyrë të drejtë për drejtë nga interneti, por të jetë i realizuar nga vetë ne. Kjo është në teren, është një punë në teren edhe sigurisht që është shumë herë më e besueshme se sa informacionet që qarkullojnë në internet. Egita, thatë që vendosët ta shpërndani edhe online. Si ka qenë reagimi? E verifikoni dot ju nëse ishte plotësuar apo jo? Po, në momentin që pyetësori shpërndahet në një numër të caktuar, patjetër që ne marrim të dhëna se sa nga këta veta e kanë plotësuar dhe prej sa të tjerëve është injoruar dhe në një farë mënyrë është lënë i paplotësuar në një formë boshe. A mund të ndajmë me publikun ne disa nga pyetjet që ju keni menduar, se dhe të hartosh një pyetësor nuk është kaq e thjeshtë? Po, patjetër. Kërkon një punë dhe ajo studimore. Ne kemi realizuar në fakt 2 monstra pyetësori dhe kemi filluar nga pyetjet më bazike. E mbaj pak mikrofonin? Po, që kemi filluar nga pyetjet më bazike, lidhur me moshën e tyre, lidhur me gjininë e tyre, lidhur me profesionin e tyre në punë, që të marrim një përgjithësim për të dhënat e tyre personale, por disa nga pyetjet më interesante lidhen pikërisht se sa nga këta persona kanë përjetuar dhunën në rrjetet sociale, cilat janë disa nga rrjetet sociale të cilat promovojnë më së shumti dhunën, siç mund të kemi Instagram, mund të kemi Snapchat, mund të kemi TikTok, WhatsApp, edhe shumë të tjera. Patjetër që kemi dashur që ky pyetësor të përmbajë dhe pyetje të profesionit, pra lidhur me profesionin, a ka një ndikim në të vërtetë profesionin në mënyrën se si njerëzit e raportojnë pikërisht dhunën. Disa pyetje të tjera përfshihen dhe në pyetësorin e Erisolës. Përveç se të dhënave kryesore, të cilat ishin në mosha që ata kishin, profesioni apo statusit të cilët ata mbartnin, disa nga pyetjet të tjera ishin se cila është eksperienca në këtë dhunë e përhapur në media sociale, ku është ajo dhuna psikologjike, emocionale, por edhe ajo e ngacmimit të cilët e përmendëm. Pyetje tjetër është se sa seriozisht i marrin këto ngacmime nga rrjetet sociale. Po, dhe kjo është pyetje shumë interesante. Në fakt, si ka qenë përgjigjja e kësaj pyetje?
Në grafikët që kemi që do t'i shohim disa nga grafikët, se janë shumë interesante edhe grafikët. Tek pyetësorët që kemi shpërndar fizikisht, kur kanë marrë për herë të parë dhe kanë lexuar, normal reagimi ka qenë pak i ndryshëm nga herët e tjera. Domethënë tek shpërndarja tek adoleshencës ka qenë një reagim i menjëhershëm. Pra është ajo tallja të cilët nuk i marrin ndonjëherë dhe për bazë, por ka patur dhe persona të cilët i kanë marrë shumë seriozisht këto. Edhe pyetja në cilën mënyrë jeni referuar juve kur keni hasur një dhunë apo një ngacmim nga rrjetet sociale, ka qenë edhe me përgjigje mjaft të sinqerta, sepse ka patur dhe shumë adoleshentë të prekur nga kjo, edhe duke qenë se ishte edhe një mënyrë anonime, edhe ajo të cilën ne kemi shpërndar me link. Pra, ju keni verifikuar, identifikuar që grup mosha me prekur nga dhuna kibernetike janë adoleshentët. Po, nga rezultatet më shumë janë vajzat apo djemt? Çfarë rezulton? Pak më shumë vajzat, por edhe djemt. Pak më shumë vajzat, po dhe djemt janë të prekur nga kjo gjë. Janë të prekur. Interesante edhe kjo. Të tjera pyetje që doni ndani me publikun? Nga pyetësorët? Patjetër ne kemi dashur që nëpërmjet pyetësorëve të shohim dhe pyetje të llojit dhe të tipit se a ka ndikim shoqëria e personave në dhunën që është e përhapur në mjedisin rreth tyre, pra ka një impakt të drejtë për drejtë shoqëria e tyre dhe sa influencohen adoleshentët, por edhe grup moshat e tjera nga njerëzit me të cilën ata shoqërohen për të shfaqur prirje të dhunshme. Prirje dhune, po. Përpara se sa të shohim grafikët e këtij studimi, duhet kaloj pak te Dea, sepse Dea ka vendosur që të ndërmarrë një hap, besoj në grup ke dhe personat të tjerë që për arsye të ndryshme nuk i kemi të gjithë të ftuar në studio, por do donim të gjithë i kishim, sepse ata janë disa grupe që kanë ndarë detyrat e tyre. Dea, kur vendosët të trajtoni dhunën në familje, se e the dhe pak më parë që janë disa pjesëtarë në një familje, mund të jenë 2-3 breza brenda një familje. Cili ishte brezi më i prekur nga dhuna në familje? Dhe kryesisht kanë qenë fëmijët, por edhe të moshuarit të mbeten pas. Pasi duke qenë se nga aspekti fizik ata nuk është se janë shumë të fuqishëm dhe nuk mund të bëjnë shumë ballë. Por në fakt nuk mund të preken vetëm nga ana fizike, por edhe nga ana emocionale. Ajo fjalët e vazhdueshme që mund t'ju thuajnë vazhdimisht, ka bërë që ata të mbeten të stepur dhe të mos shohin përpara, por gjithashtu edhe tek fëmijët mund të ndikojë edhe në aspekte të ndryshme. Një ndërto është edhe mënyra se si ata krijojnë marrëdhënie në të ardhmen apo dhe notat në shkollë, performanca. Dea, mund të quhet dhunë psikologjike kur një fëmijë lihet neglizhohet nga prindër për arsye nga më të ndryshmet. Ndoshta edhe jo me dashje. Kategorizohet kjo një lloj dhune? Po, mund të kategorizohet në një lloj dhune duke qenë se e bën fëmijën të stepet. Nuk e shebot të ndryshe, ndjen mungesën e dashurisë dhe i duke sikur askush në një të ardhme nuk mund ta dojë atë. Po të gjitha këto të dhëna, këto arsyet se pse një fëmijë ndihet kështu, nga i keni marrë? Jeni konsultuar ju me specialistë të fushës? Po, atëherë ne kemi krijuar disa grafik dhe kemi shpërndar ata gjatë në familjar ose edhe në njerëz të afërm që i njohim, gjithashtu kemi shpërndar dhe online dhe kemi mbledhur disa të dhëna që tregojnë se këto ka forma të ndryshme të dhunës. Gjithashtu ne kemi konsultuar edhe me psikologë të ndryshëm, të cilët na kanë dhënë Si është komunikimi juaj i përditshëm me psikologën e shkollës, me punonjësi sociale? Atë psikologja dhe punonjësia sociale në shkollën tonë bëjnë një punë të shkëlqyer. Ato janë gjithmonë të hapura për të na dhënë këshilla ose për të na dhënë informacione të ndryshme që mund të na duhen me projekte dhe më na bëjnë gjithashtu edhe formular të ndryshëm për të parë gjendjen tonë fizike apo dhe mendore. Ju kanë ndihmuar këto lloj pyetësorë që ndoshta ju janë shpërndarë në klasë edhe për t'ju nxitur për ta trajtuar më gjerë këtë temë? Po, na kanë ndihmuar shumë edhe për të artuar edhe pyetësorët tanë. Kemi marrë disa baza që të mund të krijojmë pyetjet tona apo dhe të mund t'i përdorim ato më pas për të krijuar statistikat tona. Mirë, do të shohim tani një grafik, të parin grafik, që në fakt ka në qendër dhunën kibernetike, grafikun e parë në ekran dhe vajzat do ta komentojnë. Sigurisht aty e kemi, sepse i gjithë projekti në fakt do të prezantohet i gjitha në anglisht dhe kjo është një tjetër risi që sjellin këta të rinj, po e shohim shumë qartë në ekran, po. Në fakt ky është një histogram, ashtu siç e kemi mësuar edhe në lëndën e matematikës. Kanë dalë pikërisht të dhënat nga rezultatet që ne kemi mbledhur nëpërmjet pyetësorëve dhe në fakt janë shprehur përqindjet në bazë të 42 individëve në të cilët
është shpërndar ky pyetësor. Në fakt është interesante se si 66.7% kanë përjetuar dhunën në rrjetet sociale, ndërkohë që kemi dhe me majorencë 33.3% që nuk kanë përjetuar dhunën. Po shojmë shumë qartë në ekran është fusha e kuqe, e cila tregon pikërisht përqindjen më të madhe të atyre që janë prekur nga dhuna kibernetike. Dhe ju këtu duket që keni një bashkëpunim shumë të mirë, le themi projekti është ndërlëndor sepse ju sillni dhe grafik të cilët i keni mësuar shumë mirë në lëndën e matematikës. Në fakt kjo tregon edhe për faktin se si rrjetet sociale në fakt janë një fushë shumë e mirë për të përhapur dhunën dhe tregon se jo pak njerëz në fakt kanë qenë të prekur nga dhuna që kanë përjetuar në rrjetet sociale. Dhe me ose pa dashje të gjithë ne një herë, të paktën një herë në jetën tonë, jemi prekur nga dhuna në media sociale. Kjo është e pa diskutueshme dhe mund ta mohojmë dot. Shohim tani një grafik të dytë sërish për dhunën kibernetike, do ta komentoj, po. E shohim? Do ta komentoj Risola, po. Rezultatet e këtij grafikut kanë dalë nga pyetësorët të cilët janë shpërndar online, sepse njërisi që sollën këta pyetësorë ishte që mënyra anonime e përgjigjeve që ne do të merrnim. Pra, individët të cilët përballeshin me këtë pyetësor ishin më të lehtë në shprehjen e situatave që kishin kaluar apo dhe nëse janë të prekur. Në këtë grafik kemi të përmendur dhe dhunën verbale, dhuna emocionale, dhuna fizike, dhuna seksuale, por edhe forma të tjera të dhunës. Kush zë përqindjen më të madhe? Dhuna verbale. Dhuna verbale. Po, është më e përhapur dhe dhuna emocionale. Dhe më pasaj vjen? Dhuna emocionale është direkt pasaj. Më pas dhuna fizike, dhuna seksuale dhe forma të tjera të dhunës. Dhuna verbale ishte ajo e cila ishte më përhapur. Po, dhe ne do të vazhdojmë në fakt me një grafik tjetër, nuk e di çfarë do të sjell grafiku në vijim. Rezultatet në fakt, kjo tregon reagimet e personave ndaj dhunës në rrjetet sociale, por në fakt lidhur me profesionin e tyre. Po, interesante dhe ky grafik që do të shfaqet tani në ekran, pra se si reagojnë njerëzit ndaj dhunës kibernetike. Po, shohim që kemi dhe një legjendë atje shumë interesante. I shpjegojmë pak edhe për publikun që është duke na ndjekur. Me ngjyrë blu kemi? Kemi reagimin duke raportuar dhunën në rrjetet. Duke raportuar. Po, kemi rrjetet sociale, së dyti kemi duke i bllokuar të gjithë përdoruesit. Pra, me ngjyrë të kuqe kemi? Duke bllokuar të gjithë përdoruesit të cilët prirën që të shfaqin reagimi i parë është të bllokon. Ajo zë përqindje më të madhe se kam përshtypjen që ajo në momentin e parë që dikush ndihet i dhunuar në rrjetet sociale vendos ta bllokojë. Këta zën përqindjen më të madhe. Së treti kemi me ngjyrë jeshile, kemi duke ignoruar dhe duke vazhduar me çështjet e tyre sikur të mos ke ndodhur asgjë në fakt. Po shoh që edhe ato grafik janë interesante, në disa kemi goxha persona të cilët duket që e ignorojnë. Po, patjetër. Pastaj kemi me ngjyrën vjollc, kemi pikërisht kërkimin e ndihmës nga familjarët, nga të afërmit e tyre në rastin kur. Po, edhe ajo është një përqindje konsiderueshme me sa shoh. Po, është relativisht e lartë. Dhe mënyra të tjera se si reagojnë personat kur përballen me një dhunë. Në fakt, lidhja që donim të bënim nëpërmjet këtij grafiku është se ndikon në të vërtet profesioni që ata kanë, në mënyrën se si reagojnë njerëzit ndaj këtyre ngacmimeve që ndodhin në rrjetet sociale. Ne shohim që një student edhe një punëtor i sektorit privat priret që ta reportojë më shumë pikërisht një sjellje të dhunshme, ndërkohë që të papunësuarit apo një biznesmen edhe një punëtor i sektorit publik janë ata të cilët e ignorojnë më së shumti. Pra ne shohim një lidhje të ndërsjellët midis profesionit, pra kulturës dhe asaj çfarë ata marrin nga ajo që praktikojnë në jetën e përditshme. Është shumë interesant që studentët e raportojnë, no? Po. Ndërkohë që kemi edhe të tjerë të cilët patjetër që kanë një përqindje shumë herë më të vogël të raportimit të sjelljeve të dhunshme. Shumë interesant. Grafiku i fundit sidomos më pëlqeu shumë se si njerëzit reagojnë ndaj dhunës kibernetike. Tani, vajza, se kjo është një punë voluminoze edhe që sigurisht ka kërkuar edhe një kohë të gjatë. Sa kohë keni ju që e merrni me këtë studim? Në fakt kemi pothuajse që nga fillimi i vitit shkollor, që nga shtatori i vitit kaluar. Që në momentin që u propozua tema. A keni kontaktuar ju me ekspertë të rrjeteve sociale? A kemi ne strukturat sigurisë kibernetike në vend? Çfarë keni mësuar ju? Patjetër që kemi edhe strukturat sigurisë
dhunës kibernetike, mendoj se janë struktura vërtet aktive që luajnë dhe një rol mjaft të rëndësishëm në këtë proces, por që është pjesa e denoncimit, pra se sa njerëzit janë të gatshëm si të denoncojnë dhunën në rrjetet sociale, në mënyrë që edhe këto instancat përkatëse dhe të gjitha këto organet mund të marrin përsipër edhe të arrijnë që ta stopojnë në një farë mënyrë këtë farë. Shembulli disa javë më parë ku në fakt denoncimi bërë nga një oficer e policie në një nga shkollat pra të qytetit, të gjimnazit, të qytetit të Korçës, pati në fakt një reagim të menjëhershëm, u vure që pati një reagim të menjëhershëm nga strukturat, nga siguria kibernetike dhe problemi u zgjidh. Sigurisht që një problemi rënd që përfshiu 2 adoleshente në qytetin e Korçës, por ne nuk do ndalemi të kjo çështje se sa tek mënyra se si reagojnë në fakt ekspertët e sigurisë kibernetike. Kjo ndoshta është një nga arsyet dhe gjithë ky studim që kanë bërë vajzat dhe grupi tjetër, se besoj keni dhe shok dhe shoqet e tjera në grup, se grupi është më i gjerë, të cilët kërkojnë të japin një mesazh të qartë që besoj pavarësisht rezultateve, dhuna duhet denoncuar, edhe dhuna kibernetike. Besoj se biem dakord për këtë gjë. Është një nga format e dhunës më të përhapura, duke qenë se ne kalojmë një pjesë të konsiderueshme të kohës tonë në rrjetet sociale, prandaj është dhe një ndër më të përhapurat. Ju kishit shumë interesant grafikët, po tani duhet t'ju pyes drejt për drejt, cilat mund të jenë pasojat më të rënda që mund të lerë tek një individ dhuna kibernetike? Ashtu siç e përmendëm që dhuna kibernetike mund të themi që ndikon më shumë tek një person se sa dhunat e tjera, sepse ajo është ndarë në disa kategori. Dhuna kibernetike mund të jetë emocionale, mund të jetë dhe verbale, gjë e cila ndikon shumë në psikologjinë e një personi, sidomos tek adoleshentët të cilët janë më të prekur nga kjo dhunë. Pra, dhuna kibernetike mund të ndikojë më së tepërmi tek gjendja e një personi, e një individi. Mirë, Dea, dua ta vazhdojmë biseden aty ku e lam, u ndalëm tek disa, të themi, pjesëtar familje, përmendëm fëmijët, të cilët me ose pa dashje ne ndonjëherë ushtrojmë dhunë edhe pa e ditur ndaj tyre, duke i lënë indiferent, po ju përmendët pak më parë edhe dhunën që ushtrohet ndaj grup moshës, ndaj moshës së tretë. Në fakt nga studimi që ju keni bërë, cilët janë brenda një familje, cilët janë personat më të prekur nga dhuna? Atëherë, siç e tham, fëmijët dhe grup mosha e tretë janë ata personat më të prekur nga dhuna në familje. Fëmijët kryesisht nga prindrit e tyre, me ose të padashur ata ju tregojnë ata që nuk mund të arrijnë, ndërkohë që ata përpiqen shumë dhe në një farë mënyrë ata i prekin. Ndërsa tek moshat e treta mund të themi për faktin se ata nuk janë aq të aftë fizikisht për të punuar dhe kryesisht kjo është goditet nga fëmijët e tyre apo dhe nga pjesëtarët e tjerë të familjes së tyre, siç mund të jenë niprit dhe mbesat. Po, sa i rëndësishëm mendoni ju, pra nga gjithë konkluzionet, se do shohim edhe grafikët në ekran, po është edukimi brenda familjes që kjo dhunë të minimizohet? Atëherë shumë i rëndësishëm, duke qenë se mund të godas drejt për drejt tek një njeri. Ajo mund të ndikojë në shumë aspekte, siç mund të jetë ajo psikologjike, që mund të ndalojë ata të hedhin shumë hapa në jetën e tyre. Për shembull, nga frika se ata mund të kenë mund të kenë një mundësi shumë të mirë në jetën e tyre dhe ta hedhin poshtë duke qenë se të tjerë do të mendojnë keq për këtë gjë. Kur kam lexuar në fakt se më kanë vënë në dispozicion të rinjtë edhe disa nga përfundimet e studimit të tyre, më ka bërë shumë përshtypje tek dhuna në familje, ku ju identifikonit kontrollin e detyruar dhe format e padukshme. Pra, një person në brenda një familje ndihet i dhunuar edhe kur ai ka një kontroll të vazhdueshëm nga personat e tjerë. Atëherë ne kemi prekur edhe pak këtë aspektin e dhunës të padukshme, duke qenë se mund të kenë shumë personat në familje mund të ndjejnë dhunë në familje dhe nuk janë të aftë ta shprehin. Brenda vetes të tyre ndjejnë, por nuk mund ta komunikojnë as me prindrit, as me instancat e tjera që janë përgjegjëse për këtë. Kjo vjen nga padia, nga frika, nga fakti që kërkojnë të shmangin konfliktet brenda familjes? Kjo mund të vijë edhe nga frika që ata kanë, nga çfarë mund t'ju ndodh pasi ata kanë bërë një denoncim, por gjithashtu edhe nga besimi që ata kanë për reagimin ndaj kësaj çështje. Për shembull, ata mund të kenë marrë informacion për një çështje që nuk ka patur një zgjidhje të mirëfillt. Mirë,
Pyetësori që ju keni përgatitur ka patur kryesisht, domethënë pyetjet më kryesore ku ju keni dashur të mshoni. Atëherë si fillim kryesori ka nisur me grup moshën që ne kemi zgjedhur, që ka qenë 18 vjeç e sipër, duke qenë se ata kanë një informacion më të detajuar. Kur thua 18 vjeç e sipër, ka pasur një kufi tek deri tek 60 vjeç. 60 vjeç. Po. Dhe disa nga pyetjet kryesore që do të zbulonin pikërisht qëllimin tuaj kryesor. Po, atëherë disa nga pyetjet janë sa të informuar jeni për atë çfarë mund t'i ndodh një personi të dhunuar në një familje. Gjithashtu sa e suportoni sistemin që ndiqet për këtë temë. Sa të gatshëm janë të dhunuarit që ta tregojnë dhunën. Që ta denoncojnë dhunën. Po, që ta denoncojnë dhunën në instancat përkatëse dhe cilat janë format e dhunës më të përhapura që ju jeni. Më të përhapura. Mirë, do t'i marrim përgjigjet e këtyre pyetjeve, besoj nga grafikët që do të shohim tani në ekran. Do të shohim tani grafikun dhuna në familje, grafikun e parë për dhunën në familje, e cila, siç e shohin edhe teleshikuesit, është një shpjegim i gjithë në anglisht, sepse në fakt kështu ky ka qenë qëllimi, që t'jetë përtej, pa. Mund ta shpjegojmë Dea? Po, duke qenë se ne kemi bërë këtë projekt në lëndën e anglishte, se te grafikët janë ndërtuar në këtë gjuhë. Po, mund ta shpjegojmë? Grafiku i parë po tregon format e dhunës që njerëzit hasin më shumë dhe kemi bërë nga studimi që ne kemi nxjerrë, që kemi arritur në përfundime se dhuna fizike ka përqindjen më të madhe dhe që do thotë është ajo me ngjyrë portokalli e kuqe. E kuqe. 21.6%. Dhe pastaj dhuna emocionale me 24.8%. Këto gjithashtu janë edhe format e dhunës më të denoncuara në instancat përkatëse. Më të denoncuarat. Dhe grafiku i dytë tregon se po, tani shohim në ekran një grafik të dytë që do të na sjellë në fakt çfarë? Grafiku i dytë tregon se çfarë impakti ka dhuna në jetën e përditshme të kryesisht të fëmijëve, duke qenë se ishte edhe gruponsha më e prekur nga dhuna në familje. Pra ju identifikuat që fëmijët janë më të prekurit brenda një familje. Kjo ishte shumë interesante, në fakt se kisha përshtypjen se kur gratë ishin më të dhunuarat, po ndoshta brenda familjes që kërkan fëmijët. I shohim atëherë cilat janë rezultatet këtu. Atëherë grafiku i dytë tregon se për fëmijët 50% e fëmijëve që janë 50% e studimeve që kemi bërë ne, kanë arritur në përfundime se nuk ka asnjë lloj impakti në performancën e fëmijëve në performancën e tyre në shkollë. Në shkollë? Po. Dhe pjesa tjetër, 33%, tregon që ata kanë pasur një impakt dhe 17% që nuk kanë asnjë lloj impakti. Do shta kjo përmendimi tim mund të jetë edhe përgjigje kryesisht personale. Kjo ndoshta varet edhe nga grup mosha, sa më të vegjël t'jen ata harrojnë më shpejt. Dhe sa më të rritur t'jen, ndoshta kjo lëgjur më gjatë në jetën e tyre. Ndoshta edhe nga fakti që mund të kenë përjetuar forma të ndryshme të dhunës dhe nuk ka pasur një impakt shumë të madh. Ndoshta nuk e kanë kuptuar që ata kanë janë dhunuar në një moment. Mirë, tani sjellim grafikun tjetër. Të shohim çfarë na sjell grafiku tjetër, cili është qëllimi i paraqitjes dhe çfarë keni dashur të pasqyroni me to? Atëherë grafiku i dytë tregon se cilat janë arsyet që nuk denoncohet dhuna në familje. Dhe kryesisht ka qenë frika. Frika se çfarë mund të ndodh pas denoncimit. Pra do thotë portokallia, e kuqja tregon që kanë frikë? Kanë frikë të tregojnë dhunën që kanë frikë. Duke qenë se edhe ne sot dëgjojmë shpesh që pasi kanë denoncuar dhunën, ka pasur dhe raste makabër. Makabër, konflikti është agravuar edhe më tej brenda pjesëtarëve të familjes. Dhe i rikthemi edhe një herë pasi e përfunduat studimin, arritët në konkluzionin që fëmijët kanë qenë brenda një familje mund të jetë e madhe apo e vogël në dukje janë më të prekurit. Çfarë konkluzionin nxorët ju? Çfarë ju shqetësoi më shumë nga rezultatet? Fakti që na shqetësoi më shumë është se mund të ndodhë që fëmia të dhunohet nga një person i një familje dhe anëtarët e tjerë nuk e denoncojnë këtë dhunë. Nuk e denoncojnë. Kjo mund të ndodhë nga frika. Kjo është më rrezikshme. Mirë, vajza, unë ju falenderoj shumë për gjithë shkandat, për dy forma dhunaj që ne folëm edhe për të studim të mirëfillt, sepse ne u ndikim tani një video të realizuar sërish nga, jo vetëm nga vajzat që kishim në studio, po dhe nga pjesëtarët e tjerë të cilët
nuk janë këtu prezent në studio, por në fakt janë pjesë e këtij bashkëpunimi të gjerë që ka filluar tashmë herët për disa muajsh, sepse teksa ju ndiqni videon, ne do të mirëpresim grupin tjetër që do të flasim për forma të tjera për fat të keq të dhunës në shoqëri, po të cilat janë identifikuar nga këta të rinj. Po përpara se sa ti përcjell, na keni sjellë edhe piktura shumë interesante, janë grafik, janë piktura me ngjyra. Në fakt, pikturat janë realizuar nga gjithë klasa, pra nuk janë të përfshira vetëm një grup. Nuk i kemi sjellë të gjitha. Po. Dhe ajo të ka ne shojmë është që mbizotëron ngjyra e zezë. Ngjyra e zezë. Pra nuk kemi ngjyra vibrante. Do sjellem disa, po janë shumë bukura. Nuk kemi ngjyra vibrante, pikërisht për të përcjellë edhe ndjesinë e asaj çfarë të shkakton dhuna. Pra është në të vërtetë një ndjenjë pa ngjyrë dhe nuk mund ta quajmë ndjenjë, për sa kohë ajo privon lirinë e dikujt, patjetër privon lirinë e një fëmije, të një adoleshenti apo të një njeriu çfarëdo. Ja, unë dua që edhe teleshikuesit i shohin në ekran mënyrën se si ata e kanë bërë këtë art. Mesazhe shumë bukura, kryesisht në anglisht, sepse ky është e qëllimi. Kanë zënës që kanë dashur që pikërisht formën e dhunës ta shprehin në formën e artit, në mënyrën që ata din ta bëjnë më mirë. Patjetër, secili bën dhe sjell në këtë projekt më të mirën e mundshme. Mirë, patjetër që do t'i paraqesim me pikturat e tjera me grupin tjetër. Shohim tani videon dhe presim të rinjtë e tjerë në studio. Mirë, videoja në fakt që sapo ndoqëm tregon gjithë procesin e gjatë që këta të rinj kanë ndjekur për të sjellë këtë studim të mirëfillt, siç thash, për dhunën dhe për gjitha format në cilën ajo shfaqet në familje, në shoqëri apo kudo mes nesh. Unë do të prezantoj tani tre të rinj të tjerë, të cilët në fakt janë përfaqësues të tjera grupeve që kanë punuar bashkë për të sjellë dhe për të paraqitur këto studime. Bëhet fjalë për të rinj të cilët tashmë kanë studiuar dhunën specifikisht që ushtrohet ndaj fëmijëve, që ushtrohet ndaj grave, që janë edhe një tjetër target group në shoqëri që për fat të keq janë shtuar vit pas viti me gjithë sensibilizimin e madh që bëhet dhe një përmbledhje pastaj për gjithë dhunën që ushtrohet në një vend të vogël si Shqipëria. Kështu që unë po i prezantoj më një herë. Më vjen mirë që i kam të ftuar në studio Megi Shkëmbi, mirë se erdhe. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që bëhet që zëri ynë të dëgjohet përtej mureve të shkollës. Megi, ti ke zgjedhur të studiosh dhunën ndaj grave. Po. Pse? Atëherë, duke qenë se dhuna ndaj grave, ashtu siç e përmendën dhe gocat në fakt në pjesën e parë, dhuna është në mënyra dhe në forma të ndryshme, por dhuna ndaj grave është ajo e cila sa vjen edhe po agravon në situata dhe në forma nga më të rrezikshmet, mund të themi. Ndaj dhe projekti ynë kishte si qëllim të analizonte shkaqet, pasojat, por gjithashtu në të njëjtën kohë edhe strategjitë që ne duhet të ndjekim në mënyrë që kjo dhunë të mos jetë më tolerante. Megi, cili është rasti që të ka prekur më shumë, që ti ndoshta ke zgjedhur që të merresh pikërisht me këtë studim ndaj këtij target grupi? Në fakt, ajo që të le për të dëshiruar është fakti se viktimat ndihen fajtor
që janë viktima. Dhe nuk e kuptoj arsyen sepse nuk janë të gatshëm të ngrihen kundrejt këtij sulmi që atyre po i bëhet në mënyrë të pafalshme, për shkak se dhuna nuk mund të tolerohet, dhuna nuk është dashuri, dhuna nuk është as edhe fat, është thjesht një krim që duhet të dënohet. E shpeshherë edhe vetëflimi që bëjnë gratë nga dhuna qoftë edhe psikologjike, që është akoma dhe më rrezikshme apo fizike, nga shpeshherë nga bashkëshortët e tyre, pjesa më e madhe nga bashkëshortët e tyre. Mirë, do të flasim Megi se ju keni bërë një studim të detajuar për të. Jemi tani me Jorgo Damën. Jorgoja është një nga përfaqësuesit e një tjetër grupi që në fakt është marrë me studimin e dhunës ndaj fëmijëve, që janë edhe pjesa më e ndjeshme. Faleminderit. Pse Jorgo keni zgjedhur fëmijët? Po, mund të themi që janë, siç e thatë edhe ju, pjesa më e ndjeshme e shoqërisë, janë më të pambrojturit, si të themi, edhe zëri i tyre në shoqëri nuk është se ndihet edhe aq, pavarësisht se janë, të themi, grup mosha më e ardhmja e vendit. Në momentin që ne dhunojmë të ardhmen e vendit, mendoni pastaj se çfarë shoqëri po ndërtojmë. Jorgo, është shumë interesant që ti për herë të parë bashkë me shokët keni menduar edhe të sjellni të krijoni një website. Që ne do ta ndjekim pak më vonë, edhe kjo është një risi që kanë sjell këta të rinj. Denisa Daut. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jemi këtu me ju. Është kënaqësi për mua në fakt që kam të rinj si ju që merreni me studime të tilla që duan kohë, që duan përkushtim, edhe që sjellin risi edhe për shoqërinë. Ke arritur bashkë me grupin tënd në konkluzione se si shoqëria shqiptare për fat të keq mund të etiketohet edhe një shoqëri e dhunshme. Po, kjo është e vërtet. Ne kemi dashur pikërisht vendin tonë, vendi ku ne mund të ngrejmë zërin, mund të kuptojmë se kjo shoqëri është në këtë farë faze, po themi. Dhe kemi dashur që të zbulojmë shkaqet, pasojat, por jo vetëm, kemi dashur të kuptojmë edhe se si mund ta rregullojmë ne këtë shoqëri, çfarë mund të bëjmë ne. Çfarë zëri mund të ngrejmë ne që kjo shoqëri të ndryshojë dhe të krijohet në baza më të forta. Mirë, ndalemi tek Jorgoja, meqense folëm për dhunën ndaj fëmijëve, edhe Jorgo, në cilat vende mund të abuzohet me fëmijët? Se fëmijët janë pjesa që jetojnë në të përditshmen e tyre, edhe në shtëpi, edhe në kopshte, edhe në shkolla, edhe në mjediset në kënde lojnash. Ku ndihen në fakt fëmijët? Studimi juaj u ka çuar, ku fëmijët janë, në cilin mjedis janë më të dhunuar? Atëre, fëmijët domethënë varet e gjitha, sepse ka raste të shumta që fëmijët mund të abuzohen me fëmijët në kopshte ose në çerdhe, mund të në shkolla nënvjeçare ose edhe në gjimnaze, siç ne jemi pjesë e gjimnazit. Ka raste, mund të përmendim për shembull rastin e fëmijës 14 vjeç që ishte në Tiranë, ose goca që ishte në Shkodër, e cila kreu vetvrasje. Ka shumë raste në Shqipëri, por dhe jo vetëm. Me thënë, të gjitha varet nga grupmosha e çdo fëmije, po që variojnë nga kopshti deri tek gjimnazia apo dhe universiteti. Nëse janë pse jo edhe studentët ndihen dhunuar. Kryesisht dhunuesit janë bashkëmoshatarët e tyre, se kemi raste kur fëmijët janë shumë të vegjël, kur raste ekstreme, po për fat keq janë rastet përsëritura në Shqipëri, që janë mësueset e kopshteve. Po, ka raste që ndodhin mësueset e kopshteve, ka raste që janë bashkëmoshatare, për shembull, mund të marrim si shembull grupe shoqërore. Me rritjen e moshës së fëmijës ndryshon edhe dhunuesi. Mund të ndryshojë edhe shkalla e dhunës që ushtrohet. Mund të përmend edhe pjesën time të detyrës analizuese, që ishte materialet e abuzimit seksual me fëmijët në internet. Kemi dhe fëmijët abuzuar seksualisht, dhe kjo është shumë e rëndë, është forma më e rëndë. Kjo është një nga format më të rënda, sepse forma më e rëndë fare është ti rekrutosh në luftë, por një nga format më të rënda është edhe abuzimi seksual, siç e thash. Pra ju i keni prekur gjitha, po. Kanë shkuar të rinjtë deri tek dhuna e cila rekrutimi i fëmijëve, të cilët absolutisht është edhe kjo një formë dhune, edhe kjo është tepër e rëndë. Duhet bëj një pyetje, gjatë studimit tuaj, çfarë keni identifikuar fëmijët të cilët janë më të dhunuar, sidomos te kjo e fundit, janë fëmijët e mazhorancës apo të komuniteteve? Me thënë,
Kjo, si ta them, nuk ka është shumë specifike, sepse ka raste të ndryshme. Mund të ketë, po flas në përgjithësi në botë, mund të ketë fëmijë që janë të komuniteteve me ngjyrë të zezë. Rom ose egjiptian? Rom ose egjiptian, për shembull në Amerikë ka raste që ndodhin edhe me fëmijët e komuniteteve afroamerikane ose të atyre aziatike. Edhe fëmijët e ngjyrës së bardhë, po, të majorancës, ndodh me të gjithë. Nuk mund të përjashtohen nga kjo ndodh me të gjithë. Ndërkohë, ju keni realizuar pyetësor ashtu sikurse pjesa tjetër e grupit. Po. Dhe keni arritur në disa konkluzione. Mund të lexosh grafikët? Grafiku i parë në fakt sjell rezultatet e? Patjetër. Do të thënë grafiku i parë mund ta shpjegoj kështu me fjalët e mia. Grafiku i parë fliste për ishte pyetja nëse institucionet i mbrojnë apo jo fëmijët dhe nga statistikat e mbledhura rezulton që pjesa më e madhe rezulton te përgjigjja jo. Do të thënë rreth 60% e grafikut ishte vetëm me përgjigje jo. Pra nga pyetësorët ka dalë që institucioni nuk numri i të anketuarve kanë dhënë përgjigjen jo. Institucionet nuk arrin dot t'i mbrojnë fëmijët nga dhuna. Çfarë do lloj forme? Çfarë do lloj forme? Ky është një rezultat deri diku i pritshëm nga ju? Sepse kjo tregon në një farë mënyrë edhe faktin që masa e gjerë e njerëzve që janë përgjigjur të anketuarve nuk kanë besim tek institucionet. Po, mund të themi dhe që nuk pjesa më e madhe e popullit nuk ka besim. Nuk kanë besim. Pak 60% grafiku e tregon një gjë të tillë. Ndërsa grafiku i dytë tregon Grafiku i dytë tregon nëse, domethënë, njerëzit në përgjithësi kanë hasur raste të dhunës dhe rezultonte rreth 60% po edhe 40% e grafikut jo. Ndërsa grafiku i tretë, grafiku i fundit që kemi ishte perceptimi i dhunës si një problem. Ku pjesa më e madhe e mendonin, domethënë gati 50% e grafikut që mund ta hasim, e mendonin se ishte vërtet një problem serioz. Dhuna ndaj fëmijëve. Po, dhuna ndaj fëmijëve. Sepse shpeshherë nuk i marrin për të mirë qenë, qofse edhe një shuplak që mund t'i japësh një fëmijë, një ngritje toni zëri në grindje e sipër, shpeshherë kapja që mund t'i bëjmë fizike, pa e ditur që çfarë kemi shkaktuar tek ky fëmijë. Sa ju ka ndihmuar komunikimin që keni bërë me specialistët? Më thatë pak më përpara edhe bashkëmoshatarët tuaj që keni një bashkëpunim shumë të mirë, një komunikim shumë të mirë me psikologën e shkollës që ju kanë ndihmuar edhe për të kuptuar në fakt përgjigjet e personave që janë anketuar. Po, e vërtetë është, na kanë, të themi drejtën, na kanë ndihmuar shumë ndihma e komunikimi dhe ndihma sidomos e specialistëve e psikologës së shkollës. Por ç'është e vërteta, ky dhuna, sidomos dhuna ndaj fëmijëve është diçka që duhet adresuar me njëherë. Me njëherë, pasi mund të nisë si diçka e vogël, siç është sipas shoqërisë, sidomos shoqëria jonë në Shqipëri që mendoj sikur është diçka që mund ta disiplinojnë fëmijët, në thonjza të bëhet dikush më i mirë në Jurgo, mendon që ne dal nga dal kemi filluar të ndërgjegjësohemi? Pjesërisht po. Pjesërisht po. Në fakt edhe vetë fëmijët në shkolla kanë filluar deri diku të ndërgjegjësohen. Projekte të tilla i bën ata më të ndërgjegjshëm për të kuptuar fenomenin e dhunës dhe në fakt ç'quhet dhunë, edhe ngritja e zërit brenda familjes është një dhunë. Me ose pa dashje ne i dhunojmë fëmijët tanë, edhe duke i ngritur zërin. Kështu që këtu fillon e pastaj dal nga dal duke i edukuar fëmijët, ne nuk kemi bërgjë tjetër vetë si kemi ndërgjegjësuar shoqërinë. Mirë, unë do të kaloj te Megi se do kthehemi bashkë për të folur për website-in, se dhe kjo është një risi që ju keni sjell. Megi, përse mund të dhunohet një grua? Atëherë, kjo mund të varjojë në fakt për një sër arsyesh dhe shkaqesh të ndryshme. Në fakt, shpesh femrat janë ato të cilat kanë dëshirë të bëjnë zgjedhjet e tyre, ndoshta të zgjedhin karrierën në vend që të martohen, apo të zgjedhin diçka që është kundër dëshirave të tyre, dhe mendoj se kjo është arsyeja kryesore. Pra të ndjekësh ëndrat mund të quhet si një formë që nuk tolerohet. Nuk tolerohet nga pjesa tjetër. Nga abuzuesit. Nga abuzuesi që kryesisht është gjinia mashkullore. Kryesisht është gjinia mashkullore, kryesisht është një antar. Kemi brenda gjinisë, Megi? Po, pa diskutim që po. Edhe dhuna femër-femër është aktuale në fakt. Kjo për shkak se mund të lindë nga një sër arsyesh, xhelozia mund të jetë një ndër arsyet kryesore. Cili është kampioni pyetësorit?
Atëherë, fillimisht ne për të hartuar një pyetësor kemi marrë instruksionet përkatëse nga shërbimi psikosocial në shkollë, nga profesorja jon, dhe kemi arritur të krijojmë një pyetësor i cili bazohet në nxjerrjen e qëllimit të projektit ton. Pra, qëllimi i projektit është që ne të zbulojmë shkaqet, cilat janë arsyet që e shkaktojnë këtë dhunë, cilat janë mënyra që ne duhet të ndjekim për të prevenuar dhunën, për ta ndaluar atë. Dhe në fakt unë kam sjell këtu një monster të pyetësorit ton, dhe mund t'ju lexoj disa nga pyetjet që ne kemi hartuar. Kemi filluar fillimisht nga gjinia, për shkak se duam të kryesisht pyetësorët tanë janë shpërndar femrave, mosha mbi 20 vjeç, për shkak se janë më të prirura të kenë eksperjenca të ndryshme të lidhura me dhunën. Shojmë sa sinqerta kanë qenë përgjigjet e tyre atëherë. Pyetja, një ndër pyetjet është, a njihni ndonjë femër që ka eksperiencë në lidhje me dhunën? Pra, a njihni? Dhe përgjigjet kanë qenë po, jo ose jo e sigurt. Dhe pa diskutim që pjesa më e madhe ka thënë po. Dhe në këtë mënyrë ne arrim që të kuptojmë se sa e përhapur është dhuna. Dhe kjo është për të ardhur keq. Po. Dhe nëse po, cilat janë tipet e dhunës që ju keni hasur ose keni vetë eksperimentuar? Cila është përgjigjja e kësaj pyetjes është më pëlqen, domethënë pyetja dhe dua të di domethënë forma e dhunës më e përhapur te gratë. Në fakt ne rezultatet i kemi paraqitur nëpërmjet një grafiku. Grafiku që do t'i shohim pak më vonë. Po në fakt rezulton që dhuna më e përhapur është dhuna psikologjike. Psikologjike. Në fakt po. Dhuna psikologjike zë pothuajse 52% nga 40 femrat të cilave ne ja u kemi shpërndar pyetësorëve, dhe vlen të theksohet fakti që kjo dhunë nuk është e dukshme, siç mund të jetë dhuna fizike, që është e dallueshme, por kjo dhunë ka pasoja shumë herë më të rënda. Dhe mund të lindin që nga ulja e vetvlerës, nga vetvlerësimi. Po, vetvlerësimit, mund të lindin nga një sër faktorësh të tjerë shtrëngues, kryesisht nga partnerët e tyre, për të mos ndjekur dëshirat. Ta sjellim grafikun atëherë? Po, e sjellim grafikun e parë atëherë për dhunën ndaj grave. Ngjyra portokalli tregon pikërisht tipin e dhunës që është më e përhapur, që është ajo psikologjike që ne e tham. Dhuna psikologjike. Ajo me bëshjell është dhuna fizike. Po, ndjes. Ndiqet nga dhuna fizike me 21%, do të ndiqet nga dhuna ekonomike me 21% dhe 1% zë dhuna seksuale. Që gjithashtu edhe kjo është... Kur themi dhuna ekonomike është pikërisht shkaku, pse është dhunuar një grua. Për arsye ekonomike brenda familjes. Dhe goxha e përhapur ishte dhe kjo. Pa diskutim. Kjo për shkak se pavarësia ekonomike në fakt arrin që t'i vendos femrat, gratë, vajzat në këto situata abuzive. Kjo për shkak se nuk kanë atë fushin mjaftueshëm për të rebeluar. Në pyetësorin tuaj, a ka pasur pyetje se pse një grua nuk e raporton dhunën ndaj saj? Pa diskutim, ne kemi nxjerrë dhe në grafik në fakt, pse gratë nuk e raportojnë dhunën. Cilat kanë qenë përgjigjet të mundshme, se dhe kjo është interesant. Ta sjellim grafikun 2 atëherë? Ta sjellim grafikun 2 atëherë për dhunën ndaj grave, pse gratë nuk e denoncojnë dhunën? Po. Pjesa më e madhe ka 50% alternativën nga frika e pasojave. Frika. Po. 25% ka zgjedhur faktin sepse nuk besojnë te institucionet përkatëse, dhe një tjetër 25% për shkak se kanë atë presionin familjar dhe social. Për të ndalur pak ku është përsëri tek frika, të themi që ka. Po, megjithatë, pjesa e dytë, në 25%, e cila kishte të bënte me e dyta? Po, njëra flet për frikën për shkak se nuk besojnë tek këto institucione. Nuk besojnë tek institucionet. Dhe një tjetër 25%. E lartë është 25%, unë them, por në krahasim me vitet e mëparshme, unë them që ka rënë. Domethënë përqindja është më e ulët, edhe kjo deri diku na bën besojmë që gratë po ndërgjegjësohen për ta denoncuar tek institucionet, pavarësisht pastaj se si zgjidhen ato, se zgjidhjet nuk i kemi gjithmonë efikase. Megjithatë 25% është një shifër alarmante, është një shifër alarmante, pa diskutim. Kjo për shkak se tregon se femrat nuk kanë atë kurajon mjaftueshëm, nuk ndihen të sigurta për të raportuar dhunën. Mund ta bëjnë raportimin në hapin e parë, pastaj ku shikon gjithë problematikat e zgjatura, ndoshta proceset gjata gjyqësore e bën atë që të tërhiqet. Dhe një ndër arsyet kryesore sepse femrat nuk raportonin dhunën ishte për shkak të pasojave. Pra, humbja e
Humbja? Do thoja për fëmijët. Po, e kuptoj, mund ta vazhdosh. Po, dhe një ndër faktorët kryesorë sepse femrat nuk arrin që të raportojnë dhunën, është pavarësia ekonomike, që i mban të lidhura fort pas bashkëshortëve të tyre dhe situatave abuzive, dhe humbja e pavarësisë në lidhje me fëmijët. Sidomos në qoftë se jemi në rastet e grave të martuara. E grave të martuara, po. Ndërkohë, pyetësori i tretë, çfarë sjell? Rezultatet e cilave pyetje? Keni grafik të tretë? Kemi grafik të tretë. Janë sugjerimet që jepni ju për parandalimin e dhunës ndaj femrave? Po. Janë arsyes apo le të themi çfarë duhet të ndjekim ne, cilat janë hapa që duhet të ndjekim në mënyrë që të prevenojmë dhunën kundrejt femrave. Dhe ngjyra portokalli tregon realizimin e ligjeve akoma dhe më të forta dhe strikte. Forcimi i ligjit për të mbrojtur një grua. Strikte për të gjithë abuzuesit. Dhe në fakt kjo tregon që ne nuk na ndal as frika, por vetëm ligjet. Ligji, është e vërtet. Ndërkohë, po, nuk e di, grafiku duhet jetë sërish në ekran sepse dua të di ngjyrën blu. Boqelli, më fal? Po, me 32% edukimi dhe ndërgjegjësimi social. Edukimi dhe ndërgjegjësimi. Pra forcimi i ligjit duket që është një nga shqetësimet kryesore të të anketuarve. E dyta pastaj vazhdon me edukimin në familje, në shoqëri e më gjerë, ngjyra e verdhë dhe ajo gri që kanë pak a shumë të njëjtën përqindje, tregojnë, Megi? Po, kemi me 13% ndryshime që duhet të bëhen në ligje, dhe me 15% më shumë suport për viktimat, duke filluar që nga vendet e strehimit, duke qenë se siç e përmendëm. Po, qendrat sociale në fakt që dhunojnë, që strehojnë gratë e dhunuara. Janë shumë të rëndësishme. Dhe gjithashtu në shkolla duhet të implementohen programe të rëndësishme për të mësuar studentëve në lidhje me marrëdhëniet e shëndetshme, në lidhje me respektin dhe me barazinë. Shumë e rëndësishme barazia. Mirë, shumë interesant, po tani kam dhe një pyetje se edhe këtu jam kurioze. Sa burra e kanë mbushur këtë pyetësor? Ka pasur? Në fakt, qëllimi i pyetësorit tonë ishte që t'ja u shpërndamim grave në mënyrë që të kuptonin eksperiencat e tyre, duke qenë se ky projekt flet për dhunën ndaj femrave. Deri diku keni hasur dhe ndonjë gjini mashkullore që e ka mbushur pyetësorin? Në fakt, jo, për shkak se edhe nuk kam pasur dëshirë. Nuk kam pasur dëshirë, duke të e kanë ignoruar pyetësori. Por duhet të theksojmë që roli i tyre është shumë i rëndësishëm, për shkak se duhet të thyen të gjitha këto perspektivat e tyre patriarkale. Shumë e rëndësishëm, po ende nuk kemi burra që plotësojmë pyetësor të tillë. Denisa, atëherë ti mund na bësh një rezume të gjitha këtyre llojeve të dhunave, formave që ne pasqyruam këtu, që ekzistojnë për fatkeq, po ekzistojnë edhe studimi është bërë i detajuar. Në cilat vende shoqëria shqiptare dhunon më shumë? Në fakt, unë do të nisja pikërisht me pyetësorët, pas të gjitha statistikat që ne kemi arritur, gjitha rezultatet kanë dalë pikërisht nga puna jonë. Pra jo thjesht të bazuara në disa informacione internet. Në fakt, ne kemi marrë një informacion të detajuar me anë të pyetësorëve tanë, duke nisur që nga moshat më të hershme, pra në adoleshencë dhe duke arritur deri në moshën e tretë. Ku pjesa më e madhe ka qenë grup mosha midis moshës 20 deri në 50 vjeç. Po pjesa më e madhe tyre kanë qenë femra dhe një pakicë ka qenë meshkuj për të plotësuar pyetësorët tanë. Për sa i përket vendeve ku individët dhunohen më shumë është pikërisht në familje. Atje ku duket që streha e ngrohtë çdo njeriu, atje pikërisht lindin edhe. Është ajo që ndam pak më përpara me Dean? Po. Mos gaboj me Dean, që edhe ajo insistonte, familja është pikërisht që pavarësisht se ne themi është stresa e ngrohtë çdo individi ku ti mendon se je më i sigurt, pikërisht aty për fat të keq pas kemi dhe përqindje më të madhe të dhunuesve. Po. Dhe më pas kalojmë tek shoqëria. Atje ku shakat e vogla mund të duken si të pranueshme, janë pikërisht ato ngacmime që në shkollë, në komunitetet, duke u toleruar, ato vazhdojnë dhe të rriten dhe të kthehen në një formë dhune që më pas është e vështirë për t'i parandaluar, duke qenë se sipas statistikave të dala nga pyetësorët tanë, ka rezultuar që individët kanë frikë për të raportuar. Kanë frikë për të raportuar dhe zakonisht kjo gjendet më tepër tek femrat. Pra në institucionet arsimore është, të themi, vendi i dytë ku dhunohet më tepër. Po. Pastaj rezulton që kemi dhunë ku?
Në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale, është e treta. E treta, po. Vjen e treta. Po. Dhe më pas patjetër që ka edhe vende të ndryshme ku mund të ndodhen incidente, por këto janë ato më kryesore dhe ato në të cilat ne kemi rezultuar. Pra pyetësorët ju kanë zbuluar që këto janë 3 vendet ku dhunohet më tepër në shoqërinë shqiptare, gjithmonë sepse flasim për dhunën në Shqipëri. Po. E vërtet. Dhe ne kemi dashur të kuptojmë arsyet, pse nuk denoncohet kjo dhunë? Pse pra një tjetër pyetje pyetësorit ka qenë që ju të zbuloni faktorët. Pse? Faktorët. Pse kjo dhunë nuk denoncohet? Pse këta individ kanë frikë? Dhe duke nisur pikërisht nga mentaliteti, duke qenë se ju keni nxjerrë një tjetër faktor, mentaliteti shqiptar. Po, sepse ndonjëherë, sidomos për femrat, ku është edhe që janë më të goditurat, le të themi, ato të cilat përpiqen që edhe kur duan të ngrenë zërin të gjykohen nga të tjerë, dhe kjo është pikërisht ajo që i mban të stepura. Ndërkohë që tek meshkuj shikojmë një faktor tjetër që është aq problematik, duke qenë se nuk pranojnë që janë dhunuar. Mendojnë që kjo është diçka jashtëzakonshme, por është shumë normale dhe në momentin që ndodh ajo duhet denoncuar. Pra është pikërisht ky mentalitet i cili i sforcon. Ju keni identifikuar edhe burra të cilët dhunojnë brenda familjes, se e themi vazhdimisht në fakt edhe në mjediset tona të ngushta që pavarësisht se flitet që përqindja më e madhe e njerëzve më të dhunuar janë gratë, po kemi dhe burra në shoqërinë shqiptare që janë të dhunuar nga gratë e tyre ose dhe brenda gjinisë. Edhe brenda gjinisë kemi një... E vërtet. Dhe kjo ndodh pikërisht atëherë kur nga burrat nuk ka një aftësi për të siguruar për familjen. Ose ka një neglizhencë ndaj familjes dhe patjetër. Është ajo që ju përmendët pak më parë që është shumë interesante, dhuna për arsye ekonomike. Tani mund të ndjekim grafikët? Po. Ndjekim grafikun e parë që do të na pasqyroj përgjigjen e cilave pyetjeve të pyetësorit. Fillimisht ne kemi dashur që të tregojmë se ku ne jemi fokusuar, pra në cilat grup mosha dhe në cilën gjini. Dhe grup moshat janë? Ashtu sikur se thash, kemi filluar me individët që kanë qenë nën 18 vjeç. Dhe më pas vazhdojmë ata që janë nga 18 deri në 25 vjeç dhe kalojmë tek 26 po themi deri tek 50-60 vjeç. 50-60 vjeç. Këta janë të anketuarit. Po. Dhe mund të themi që kemi arritur të përftojmë rreth 100 anketa për secilin pyetësor të cilën ne kemi zhvilluar, pasi nuk është i vetmi ky që unë po prezantoj, por i gjithë projekti jonë është ndarë në çështje të ndryshme, ku është folur dhe rreth dhunës seksuale, dhunës në familje, dhunës në shkolla, por edhe asaj ekonomike. Brenda qytetit është shpërndarë apo jo vetëm. Ka dalë edhe në qytete të tjera, duke qenë sepse objektivi ynë ishte që të studionin. Fakti që ju keni shpërndarë online do të thotë që ka pasur edhe qytete të tjera të cilat janë përfshirë dhe kjo na ka ndihmuar, po. Dhe kemi patur një gjithëpërfshirje, le të themi, duke qenë se 100 janë, le të themi, një numër i konsiderueshëm, cilët na kanë ndihmuar edhe të kuptojmë dhe të realizojmë vërtet këtë projekt. Besoni që ndoshta dhe në rrethinat e qytetit të Korçës mund të ketë persona që e kanë plotësuar pra njësitë administrative? Në bazë të grafikëve që ne kemi bërë dhe të statistikave që kemi arritur të marrim, të gjitha informacionet ne na kanë erdhur, duke qenë se pyetësori është bërë online dhe patjetër që ka patur edhe përfshirje. Ka pasur përfshirje, ndoshta mund të ketë qenë numër i vogël. Ndërsa grafiku i dytë do të sjellë tani faktorët? Kemi faktorët të cilët do të ndikojnë në këtë dhunë. Duke filluar pikërisht me alkoolin dhe me drogën, e cila mund të duket si diçka normale kur fillon me sasi të vogla të këtyre të alkoolit apo edhe të drogës. Alkooli dhe droga janë arsyet kryesore se pse një njeri mund dhunohet. E pasuar më pas nga problemet ekonomike. Problemet ekonomike? Vazhdojmë me stresin, një problematik tjetër e shoqërisë tonë, por prezente edhe për këtë fenomen, duke vazhduar më pas, siç thash, edhe me mentalitetin. Dhe me mentalitetin që kryesisht ndodh tek gratë kjo lloj dhune, besoj. Studimi juaj, përpara se të vazhdojmë tek website-i që është një tjetër dritare që ju keni krijuar hapësirë për të gjithë ata që do ta njohin studimin tuaj. Mendoni që është një këmban alarmi për gjithë shoqërinë shqiptare? Unë mendoj se po. Me gjithë punën që kanë bërë të gjithë grupet në drejtimin e mësuese vakane, patjetër që ne të gjithë kemi punuar dhe kemi dashur të realizojmë një projekt që nuk do të thjesht një projekt i shkruar në letër, por një projekt i cili do të ngjall një farë sensibilizimi dhe ne besojmë që ne jemi rinia e cila do të sjellë ndryshim
në këtë shoqëri. Patjetër që ne jemi nisur me këtë qëllim, pra që ne të sjellim një këmbane dhe njerëzit të fillojnë të sensibilizohen. Por patjetër që kjo do kohën e vet, të gjithë ne duhet të punojmë nga pak, pasi në fund besoj që do. Jorgo, besoj se ngritja e një website është hapi i parë për të sensibilizuar. Cili është qëllimi? Pse mendove se duhet patjetër të hapje një faqe të tillë? Atëre, përderisa dhuna si problemi shoqërisë është diçka alarmante, e cila dita ditës po vjen në rritje, sidomos në jetën e përditshme këtu në Shqipëri po shohim raste ku, domethënë, moshatarët e moshave tona po dhunojnë, gati themi po humbin edhe jetën për si pasojë dhunës, edhe çfarë do të gjejnë në faqen tuaj të website-it? Atëre, në faqen tonë mund të gjejmë si fillim është faqja e parë ku flet, domethënë jep një shpjegim të shkurtër. Fenomenin e dhunës. Pastaj ju keni parashtruar ti gjithë studimin tuaj? Jo, domethënë ne e kemi bërë si punë forumi, si punë. Është një forum? Po, është si tip forumi. Po tematika është dhuna. Po, tematika është dhuna ku mund të gjejsh. Domethënë ne informacion për? Po, mund të gjesh informacion si mund, domethënë pastaj e gjitha është në dorën e atij që është i dhunuar. Thjesht ne mund të publikojmë disa këshilla si mund jo se të merren të mirë fillta, po pastaj për specializim të mirë fillt duhet ndihma një psikolog. Megjithatë, ky është hapi i parë që është shumë i rëndësishëm. Fakti që ju keni bërë një studim të kësaj natyre ju ka ndihmuar që pse jo të vini në ndihmë të gjithë personat, sidomos atyre që janë të dhunuar ose ndihen të dhunuar, qoftë edhe psikologjikisht, sepse jo domosdoshmërisht mund të jesh i dhunuar fizikisht, të hynë në këtë faqe, e pse jo, të marrin aty disa këshilla ose të ndjehen të hapur për të treguar se çfarë ju ka ndodhur. Po, kemi edhe një opsion tjetër te faqja që mund të publikosh historinë personale ose të dikujt. Po kjo do ishte një arritje pastaj shumë e madhe. Kemi dhe kjo është një opsion, pra nëse dikush do dojë ta ndajë historinë e vet, edhe qoftë edhe në mënyrë anonime, është një mundësi, është një dritare për gjithë ata që ndjehen të dhunuar. Unë ju uroj shumë sukses, se edhe kjo është një ide shumë e mirë për gjithë ata që na kanë ndjekur. Ndërkohë që nuk do të lë pa përmendur edhe pikturat e tjera që janë tani. Kemi aty një pikturë shumë interesante? Po, mund ta prezantoj unë. Në fakt, këtu shumë qartë mund të shikojmë një femër shumë e lumtur në dukje. Duke dashur të mbaj familjen e saj ngrohtë edhe të mos paragjykohet dhe shpesh nga të tjerët, ajo e shfaq veten të lumtur, por kjo është thjesht një fasadë, pasi për brenda ne shikojmë që thellë brenda vetes së saj, ajo përjeton çdo lloj emocioni që mund t'i jap një dhunues. Dhe shikojmë që kemi njëri të ndrydhur. Dhe kjo është pikërisht edhe thirrja që ne bëjmë. Çoni dhe ngrini zërin, pas gjithë instanca do të vendosen në lëvizje për ju. Shumë e bukur. Megjithëse ke prap një tjetër. Një pikturë tjetër, gjithashtu shumë interesante, këtu tregohet edhe forma e abuzuesit, se sa i madh është ai përballë viktimës. E kuptoj. Pra, edhe hijen e madhe që ai mund t'i mundësoj vetë një individi. Kjo për shkak se ai që t'i ndryth të gjitha ndjenjat, ai që të çojë deri tek izolimi social i individit. Shumë e bukur. Mirë, në gjithë të rrugëtim të gjatë keni pasur mentoren tuaj, mësuesen e anglishtes. Shumë interesante që gjithë studimi do të prezantohet në anglisht, edhe kjo e bën akoma më të bukur edhe më profesionale, do thoja, të gjithë të studim që është bërë nga këta të rinj. Unë ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit ju për ftesën. I keni dhënë mundësi të gjithë bashkëpunëtarëve tuaj të kuptojnë se ne kemi të rinj që duan të sjellin nëpërmjet studimeve të tilla mesazhe të fuqishme. Dhe kur bëhet fjalë për një fenomen si dhuna, është forma më e mirë për ta studiuar atë deri në detaje siç kanë bërë ata. Ju uroj shumë suksese dhe mentores tuaj. Mësuese anglishtes, zonjën Eva Kana, e përshëndesim nëpërmjet ekranit, dhe do ta mbyllim këtë të gjithë rrëfim të bukur të këtij studimi të këtyre maturantëve, se janë të gjithë maturantë, nuk i përmendëm, po janë të gjithë maturantë, janë shumë pranë provimeve dhe i kanë lënë, do t'i lënë, besoj, gjimnazet e Themistokli me një gjurmë shumë të mirë me këtë studim që ata kanë bërë në gjuhën angleze, me një video e cila pa diskutim ka mesazhe shumë të fuqishme, ndonjëherë
veprime dhe gjestet që ata kanë zgjedhur për ta pasqyruar në këtë video flasin më shumë se sa fjalët e tyre. Suksese të gjithëve. Shumë faleminderit. Mirë, ne do ta mbyllim me këtë video që do të shikni ju tani në ekran, do të ndahemi, do të falenderoj dhe sot Mirgen Goskovën që është piktori i cili ka reduar studion, bashkë do të rishihemi te njëjtën e ardhshme. Mos u largoni nga ekrani, ndiqni këtë video sensibilizuese të nxënësve të klasës së 12F në Gjimnazin Themistoklik Gërbëvenji me mesazhin e fortë Stop dhunës.